Ju e përmendët deri diku, po cila ishte arsyeja kryesore që Ismail Qemali u arratis nga Stambolli më 1900-ën dhe cilat ishin lëvizjet e tij fillimisht për autonomi dhe më pas që kulmuan me pavarësinë e Shqipërisë? Po. Shiko, ai u arratis sepse e para u internua një herë në vitet e lidhjes shqiptare Prizrenit dhe pas burgosjes, siç e thash, dhe shfuqizimit kushtetutës nga sultani dhe burgosjes Mitat Pashës, ai menjëherë u internua 1877 për 7 vite. U mbajt larg Stambollit dhe dokumentat dhe studiuesit vetë turq thonë që ai ishte një nga liderët e lëvizjes shqiptare në atë periudhë. Dhe sultani donte ta mande larg Stambollit. Dhe e dërgoi në azil pranë internim në një nga ato provincat e harruara të Azis. Dhe kaloi disa vite shumë të vështira Ismail Qemali, dhe vështirësi ekonomike shumë e radhë, pra i sekuestruan çdo gjë, pasuritë e gjitha me radhë. Pas 7 vitesh e riktheu ka qenë guvernator i Bolus, ka qenë më pas si guvernator emërohet në vitet 1892-93 është në Liban, në Siri, pra jep këto detyrat e tjera, dhe ai lë gjurmë atje, kudo ka lënë gjurmë pozitive, reformimi, udhëheqje të drejtë, udhëheqje me parime, reformash administrative, arsimore, pra është munduar të ngrej shkolla, të ndërtoj rrugë e kështu me radhë. Por në 1900 vjen një moment, duke qenë se ai vazhdoi, pra unë thash edhe një tjetër, u përmenda dhe ato memorandumet e tij të famshme që u bën publike dhe fliset e shtypi Osman, po dhe shtypi kohës për idetë e tij. Sultani e shikonte me shumë dyshim. Me shumë dyshim, e mbykëqyrte shërbimi sekret i tij patjetër në çdo moment dhe e shikonte me dyshim. Dhe në 1900 përfundimisht ndodhen disa ngjarje, jep një detyrë si guvernator i Libisë së sotme, që është një provincë shumë e largët, nuk ka lidhje detare, ka lidhje vetëm detare dhe nuk ka lidhje toksore me qendrën, pra me Stambollin, dhe sot është një vend me shumë probleme. Libia dhe atëherë ishte me probleme, por nuk ishte vetëm ky problemi. Problemi ishte që Ismail Qemali ai po e çonte atje me shumë gjasa për ta eliminuar. Dhe ai Ismaili e ndjeu këtë, për ta eliminuar edhe fizikisht po flas. Dhe ndjeu këtë rrezik dhe i shqetësuar shkonte kërkon ndihmën e britanikëve, ata i kishin premtuar dhe më vonë këtë thon dokumentat, që në momentin që kishte ndodhur një moment tjetër kur donte sultani para një viti se ta arratiste ai, kishte kërkuar që ta dënonte për shkak të ideve, për shkak të qasjeve që ai kishte, të qëndrimeve të tij parimore, dhe britanikët kishin thënë që ne do ndihmojmë. Në momentin që ti ndihesh në rrezik, kërko, domethënë, strehim në ambasadë. Dhe ai këtë bëri, shkon në ato anijet që qëndronin të stacionuar në Stamboll, anijet ushtarake britanike, sepse ai ishte edhe një filo liberal, thash, po edhe një filo britanik, sepse Britania e Madhe ishte si ai fanari i demokracisë në atë periudhë. Siç janë për shembull Shtetet e Bashkuara në këto vite që ne kemi jetuar, atëherë ishte Britania që domethënë përfaqësonte një demokracitë më të zhvilluara të kohës, pavarësisht atyre sulmeve që kishte si një vend kolonizator, por megjithatë Ismail Qemali e vlerësonte shumë dhe shkruan një libër po pikërisht në këtë periudhë për këtë rol dhe civilizues të Britanisë, pra ka një libër shumë të bukur që thotë çështja e Transvalit, la question du Transval, shkruhet në frëngjisht, po edhe përkthyer edhe në anglisht, edhe në arabisht, edhe në osmanisht. Çështja e Transvalit nën këmbvështrimin musliman. Dhe flet për rolin e Britanisë në këto vende ku ka pasur kolonitë e saj dhe zhvillimin që ka sjellë në sistemin demokratik, reforma, duke e dalluar nga vendet kolonizatore tjera që nuk kanë bërë të njëjtën gjë, thotë ai, si Franca apo vende tjera. Dhe flet për këtë luftën e boerëve, ishte atëherë pra në Transvaal, në Afrikën e Jugut, ishte një luftë që zhvillohej në ato vitet 1900 me britanikët. Dhe patjetër që kjo ngjarje lidhet pra arratisja e tij lidhet me veprimtarinë politike të tij. Dhe duke ndjerë rrezikun ajo kërkoi ndihmë britanikëve. Britanikët e ndihmuan, i dhanë mundësi dhe ai i shmanget ndjekjes së spionëve, dhe këtë shkruan edhe Maurice de Bunsen, që më pas ishte një funksionar i lartë i ambasadës atëherë, një personazh, dhe ky ka qenë ambasador më pas në Francë edhe në Spanjë dhe në Vjenë, dhe shkruan për atë ngjarje dhe thotë që arriti të shmangte, dhe dokumentat të tregojnë, arriti të shmangte mbikëqyrjes që kishte nga autoritetet
Osmane dhe arrin bashkë me 3 djemtë e tij kërkon largimin. Sultani i bën thirrje, i çon njerëz, kryetari i Bashkisë Stambollit, prefektin e shumë e radhë që hajde miqtë e tij që hajde, dhe ai u thot i thot një miku të tij Ridvan Pashës, unë për ju i thot përmirësi që kam për ju mund të hidhem dhe në ujërat e Bosforit tash i thot të lahem, por që të kthehem prap sot nuk kthehem. Pra nuk mundet ta bëj këtë gjë sepse do shkel me gjithçka në cilën unë besoj. Dhe ai vërtet thot që i besonte sinqeritetit sultanit që donte ta kishte prap, i thot hajde të bëj ambasador, mos e prano këtë detyrë, po hajde të çoj ambasador ku do të shkosh ose merr një rol ambasador shëtitës nëpër Evropë, në Francë, në këto vende të tjera studios, siç kishte bërë edhe më parë që kishte studiuar sistemet për të bërë reforma e kështu me radhë. Por jo, Ismail Qemali nuk pranon dhe thot nuk mund të pranoj atë merrja një detyrë kur nuk do kisha asnjë lloj force për të bërë diçka si duhet për vendin. Dhe ai vendos në këtë moment, pra kjo është ndarja e madhe. 40 vite karrierë zyrtare në Perandorinë Osmane, shkëputen në 1900 dhe ai dedikohet posaçërisht çështjes shqiptare, me kohë plot pastaj. Dhe vendoset në Bruksel, shkon në gjitha kryeqytetet e Evropës, ishte në Athinë ku pritet mbreti, shkon në Rom me takime me zyrtarët e lartë, në Vjenë dhe vendoset në Bruksel, merr dhe drejtimin e Albanias atëherë të famshme, janë disa shkrime shumë të bukura ku shkruan dhe Fajkonica, në fillimisht e ngrën në qiell, pastaj pas një viti mërzitet me të për çështjet e gazetës edhe fillon dhe e nxjerr si tradhtar pas një viti Faiku siç e kishte me ato ulje ngritet e tij. Por Ismail Qemali pra vazhdoi dhe keni dhe njerëz tjerë të shquar që shkruajnë pra, siç është rasti i një shkrimi që del në vitin 1909 në Le Matin, shkruar nga një personazh shumë i shquar, një gazetar i shquar belg, i cili thotë që Ismail Qemali kishte një lidhje ose marrëdhënie me të gjithë ata që gëzonin një emër në politikën ndërkombëtare. Dhe patjetër që këto lidhje ai shfrytëzoi në interes të çështjes shqiptare, pra për të siguruar për krajin e nevojshme, sepse ne shqiptarët për së vërtetës nuk kishim për krajin e dur dhe nga fuqit, na shikonin si një shtojc, po themi ishim një vend musliman i prapambetur, çfarë Shqipëria do jetë kjo, si do bëhet e pavarur, propaganda e madhe ishte aty, por ai u mundonte pra me lidhjet e tij dhe dëshmohet, u thash me pozicionin e lartë që ai ka mbajtur, ishte po të heqim paralele ishte si të drejtohej NATO-n. Ai pozicionin që kishte Ismail Qemali, se kjo ishte një organizatë politike, po dhe me kompetenca dhe policore, pra ishte për të siguruar tregtinë në rrjedhën e Danubit, ka Komisioni Evropian i Danubit. Dhe ai kishte lidhje dhe me personalitete të shquara që na Clemenceau e kishin pritur në Senatin francez në 1870-ën, Victor Hugo e kështu me radhë. Pra gjitha këto lidhje, gjitha këto kontakte që ai kishte në politikën ndërkombëtare, ishte një diplomat që kishte shërbyer dhe si sekretari i përgjithshëm në Ministrinë e Jashtme gjatë udhëheqjes së qeverisë nga, siç e thash, nga Mithat Pasha që e kishte si krah djathtë, Ismail Qemali vlerësonte shumë. Dhe patjetër gjitha këto lidhje ai shfrytëzoi në interes të çështjes shqiptare. Çfarë ndodhi pas arratisjes së Ismail Qemalit ku ai u dënua dhe me vdekje në mungesë nga Perandoria Osmane? A pati përpjekje për ta eliminuar atë fizikisht? Pati dhe përpjekje për ta eliminuar. Ju përmendët dënimin, dënimi vjen nga gjykata penale e Stambollit në 1901-1902 sepse e akuzonin që ai kishte zhvilluar një aktivitet politik kundra sultanit, i sekuestrojnë pasurinë, e dënojnë me vdekje, ishin gjitha drejtat civile e kështu me radhë. Dhe patjetër që veprimtaria e tij politike i shqetësonte shumë autoritetet osmane. Dhe ata e mbikëqyrnin kur ishte në perandori, po nuk e lanë pa mbikëqyrur dhe këtë tregojnë dhe dokumentat se si përcillen vizitat e tij, takimet e tij në kancelaritë evropiane me ministrat e jashtëm, po dhe me ish kryeministra ose po me kryeministra. Kështu që të gjitha këto osmanët i mbikëqyrnin, i pasqyronin në dokumentat e tyre dhe flitet dhe për një tentativë për ta eliminuar, ku ai e tregon dhe vetë pra që e ndiqnin në Bruksel, po dhe në Zvicër, ai ruaj dhe kur ishte në Athinë prap, ishte në kujdesin e autoriteteve vendasve, pra për të siguruar jetën, dhe patjetër që sultani e konsideronte si kundërshtar. Por nga ana tjetër i kërkonte vazhdimisht që riktheu, sepse unë
e vlerësoi atë çka ju përfaqësoni e kështu me radhë. Dhe është interesant fakti që në 1908 sultani para se kur u ngritën shqiptarët në Ferizaj dhe kërkonin më shumë të drejta kështu me radhë, sultani u trondit sepse ata bëjnë thirrje 50.000 shqiptarë do marshojmë thot drejt Stambollit. Dhe i çon ambasadorin që kishte në Paris dhe i thot çfarë të bëjmë, i kërkon të konsultohet me të. Dhe i thot Ismail Qemali shpall kushtetutën, këtë mund të bëni. Dhe pas 2 ditësh shpallet kushtetuta, bën zgjedhje. I thon Ismail Qemalit riktheu tani, të marrësh pozitat që keni pasur në perandori. Thotë ai nuk kthehem pa me hequr dënimet. Dhe ja heqin edhe dënimet patjetër. Rikthehet në Vlorë pastaj, bën atë vizitën e famshme ku vlonjatët e ngrënë në krah me karroca nga skela, pra e marrin karrocën, i heqin kuajt dhe e ngrënë deri nga moli i Skelës deri në qendrën e Vlorës, pra është bërë një pritje me flamur shqiptare jashtëzakonshme, u zgjodhet deputet. Pastaj është ajo karriera si deputet, ku kemi ato episodet ku dhe sulmohet fizikisht nga Xhon Turqi dhe mund të ndalemi më pas e kështu me radhë.